Do të shqetësohemi se bërtitëm i qika, e pruam i qika. Po do bërtasi më shumë në këtë, se kjo është një temë edhe me rëndësishme sa jo tjetra. Terrorizmi ushqimor, atë që kemi thënë gjithmonë. Do flasim për luftën e madhe që bëhet për specat, për luftën e madhe që bëhet për mishin, për luftën e madhe që bëhet me gjithë gjërat e tjera, me një panel të mrekullueshëm si gjithmonë. Profesor Kristaq Cini, faleminderit që jeni mik i studios Bardazi prej shumë vitesh. Mirë se erdhët, profesor. Vjen për herë të parë në studion Bardazi, po shpresojmë jo për herë të fundit. Nikola Andoni është një personazh shumë i pëlqyer prej meje që merret me çështjet ushqimore dhe e të tjera, jo vetëm me çështjet ushqimore, e të tjera, me shëndetin, me trupin, me shumë gjëra, përgjithsisht është naturalist, apo jo? I beson natyrës. Kemi heq dorë çik në natyrën, në fakt. Ne kemi vajtur kundra. Kemi vajtur kundra natyrës. Kënaqësi, faleminderit shumë. Mirë se erdhen në Bardazi sonte. Ervin Resuli, ai është një ekspert i çështjeve blektorale, bujësore. Një në themel, një në rrënjë. Edhe shumë çështje të tjera, ekspert, si ishte ajo gjëja që më the? Ma thuaj, me zërin tonë? Ishte një gjë ekspertizë, një gjë veçantë. Nuk e lën muzika, nuk e lën muzika. Është muzika, nuk e lën. Do ta them më vonë. Kënaqësi. Profesor Kujtimi Ersini, faleminderit që jeni me ne. Është një pedagog i nderuar, ai vjen për herë të parë në këtë studio, shpresojmë jo për herë të fundit, inshallah nuk zemrohet sot. Jo, do e zërbi Roza Bardezi. Jo, në përgjithësi gjithë i ka zënë, edhe Ervini e ka zënë, edhe profesori që është mirurti nga gjithë, prap e ka... Unë kam imunitet, jam e sigurt kjo punë. Po, se ka në gjiri, prandaj. Tani, si ka mundësi që nuk e morëm njerë seriozisht këtë çështjen e ushqimit ne? Sa herë kemi diskutuar në këtë studio në 19 vite Bardazi, asnjëherë nuk u mor seriozisht ky terrorizmi ushqimor. Tani, kur dikush ha ushqim në pjatë, ha mish, mendon sa i shtrenjtë është çmimi, apo është i kontaminuar ky mish? Profesor. Po, fillimisht njëherë konsumatori do shohë çmimin. Dhe një vend që nuk ka shumë të ardhura për frym, sigurisht do orientohet drejt çmimit më të lirë. Dhe kur shkon... Mendon fare? Ta zgjedhi ose... Tam fillimisht çmimi. Po. Pra hapi më tej është zgjedhësh cilësinë brenda buxhetit që ke. Gjë që bëjmë gjithë edhe kur bëjmë pazar edhe për fruta, edhe për perimet, pra për çdo lloj. Pra cilësia varet nga çmimi. Po. Pra ka një raport çmim-cilësi. Tash problemi tjetër është që ka dhe abuzime që mund të kesh çmim të lartë me cilësi të ulët. Por sot nuk po flasim për cilësinë, po flasim për sigurinë. Dhe siguria do çështje fati kam përshtypjen, nuk është më... Siguria nuk ka çmim. Kur flasim për siguri ushqimore... Pra edhe mishi më i shtrenjtë nuk është se është mishi më i mirë. Nuk po thoja këtë, po them që siguria ushqimore është e pachmueshme, sepse lidhet me shëndetin ton. I vë do të çmim shëndetit? Fare. Do shpenzosh edhe lekun e fundit, do ta pagush që të fitosh shëndetin pra. Kjo është ajo që po thoja. Okej. Profesor. Tani, profesor, pse njerëzit nuk reagojnë kur marrin vesh që mishi është i kontaminuar? Qua një gjë kështu, a më mirë se kur janë kaq shumë viruse, le ta ketë dhe këtë trupione, kupton? Jo, nuk besoj se gjykojnë kështu, po... Po jo, po kështu gjykojnë, derisa vazhdojnë konsumojnë... Më lejoni të them diçka në lidhje me çmim dhe cilësi. Po. Jemi njerëz dhe kemi të njohur, dhe një ndër ta prodhues dhe shitës djathi, që të njëjtin djath flas për çmimet më pashme, me 3.500 lek, me 5.000, me 7.500, i njëjti djath, thjesht i kanë vu çmimin ndryshe, shkojnë marrin atë 7.500-in. Se thonë, ky duhet jetë më i mirë. I njëjti është me 3.500. Kjo që nga historia edhe më e madhe. Pra, në lidhje me preferencat e njerëzve, nuk mund të mendosh se të gjithë shkojnë patjetër ka i do të thotë që ai produkt është cilësor. Okej, e sqaruam këtë. Po kur mësojnë atë tjetrën që po ha një mish të kontaminuar. Nuk e di ai se është i kontaminuar. Se ti e na e gjërim sot edhe... Jo, edhe kam gatuar, edhe kam gatuar, e kam gati, po nuk të ndohem. Si nuk reagojnë këta njerëz? Neve jemi shoqëri që na ka ngordhur sistemi ynë imunitar i shoqërisë. Në thonjza sistemi ynë imunitar i shoqërisë. Po. Jemi vetmi vend, besoj në botë, që nuk kemi organizma vetë rregullues, do me thënë kontrollues të dalë nga populli. Të paktën vendet e tjera kanë sindikata, kanë kështu, kanë kështu. Por si ka mundësi që të mos kesh një
një organizat, një organizim të tënë, Mbrojtjen e konsumatorëve. të veç të kontrollosh, Organizata ka. Ma ka folur ai është qirra ai. Se dëgjon njëri. e folura, I keni folur të gjithë, jeni e folura qirra. është tjetër gjë dhe organizimi... Qa do zgjidhni me organizime, këtu me zi bëm dy shqiptar bashkë. Dërsa për punën e ushqimit, ta them e diçka këtë tjetër, është ka që ftoht sa që dëgjon që mishi është i kontaminuar dhe e ha atë mish, unë nuk e di, po këtu ka vdekur në djeshmëria në të gjitha qelizat. Po ushqimi kryesor i këtij populli është politika, nuk është ushqimi që ha, mos i ngadrojmë gjëra. Ke shumë të drejtë. Han politik, janë të kënaqur. Shumë të drejtë. Ja, këtë Jo se ofrojmë kisha atë për darkë, Ervin? si... Atëherë, këtu kemi të bëjmë fakt me... Bashkoheshti me menun e politikës që thot Këtu kemi profesori? të Po kjo është, që është... Ne konsumatori nuk e kemi edukuar në vimësi. Pra në këto 35 vjetë nuk e se konsumatori... Si nuk e kemi edukuar? Nuk e kemi Ne kemi ngrënë edukuar mish të për ditë dhe zgjedhë. hanë mish për ditë, nëse quajmë gjellën, po se hëngër me mish ma. Absolutisht. Kemi qenë dhe faza që donim hanim shumë, tani jemi bërë me barë, kemi kaluar tek zotëria që do mbajnë dietë. Po, shtërmën rripin. është fazë Jo, që ka zotëria, kaluar se është dieta, se se është dietë, kjo dhe dieta është një shpikje dhe sistemit dhe kjo dieta, Patjetër. është një dieta është shpikje totale, por nuk kemi vetë ditësim shëndetësor. Edhe kur themi për edukimin që thot profesori, këta me fjalën edukim kanë orientimin e sistemit, që në fakt nuk është edukim. Vim pak e pyetja të lutem se nuk po e marrë për Është futi në kornizë. Ervin, Atëherë, si nuk reagojnë Ervin? kemi konsumator apo popullat nuk është ndërgjithësuar në vimësi, duke filluar që nga, po thëmi, kopshtet qerë dhe të kuptuarit të ushqimit cilësor. Ne po flasim për cilësinë e ushqimeve, por kjo ndahet në dy. Në qerë dhe në kopshte është Flasim helën, për prof, edukatën, të lutem. për bazat e njohurisë produkteve, nuk po Ajo flasim meny për cilësinë. që serviret sot në përshkolla, në për qerë dhe është skandaloz. Ideja është, ne po flasim për edukatën edhe për atë pjesë të cilën ne ndërgjegjësohemi si konsumator. Dhe po kur themi për cilësinë e ushqimeve, kemi dy lloj. Pra kemi cilësitë pa tolerueshme që kemi të bëjmë kryesisht me kontaminimin, salmonelën, sëmundje të ndryshme, dhe cilësia tjetër që ne mund zgjedhim sipas çmimit është niveli proteinës, niveli energjetik, edhe një sër elementësh Që tjerë. ta shpjegojmë pak. Mund të ndryj një sekundë. Patjetër. Tek mishi, por edhe në produktet tjera, ka problematik bakteriet apo patogenet në përgjithësi. Po, që çfarë i sjellin trupit shkaktojnë të edhmime, njeriut? por nuk janë vetëm këto. Ka edhe Antibiotikët e. hormonet tek gjedhët apo antibiotikët tek pulat. Kjo është lufta e vërtet. Tek pulat, ke peshqit në rezervate. Po. Mërkuri është tjetër gjë. Jo, u bë në Peshku vaksinë. me 80.000 lekë është plot me... Mërkuri në qoftë se është tek peshku i detit, por duhet të ndajmë disi atë që përdorim vetë me atë që ne nuk kontrollojmë. Profesor, ja të bëjmë një pyetje shumë konkrete. Kemi organizma ne që janë në mbrojtjen tonë? Pra ka... Atëherë, për të qenë... Kemi zero. Ngrirë për momentin AKU-ja, që ndodh me AKU? Atëherë, AKU-ja Qa nuk po është ndodh me ngrirë AKU-n? plotësisht, sepse unë kam marrë informacion, nga që... Pra funksionon, ka kontrol. Funksionoj vetëm si laborator, kaq, mjafton. Tani Funksionon, bllokues... po ta mbaroj fjalën, funksionon për problemet me risk të lartë, jo për problemet e zakonshme. Se ky mishi nuk ka risk të lartë për shembull? Ka, unë nuk po them se nuk është mishi. Po si vazhdon qarkullon akoma? Por mishi dhe produktet të tjera vazhdojnë qarkullojnë, sepse ne nuk kemi një kontroll të mirëfillt dhe nuk e kemi të organizuar gjurmimin. Jo të organizuar, e kemi të shkatruar gjurmimin. Në qoftë se AKU-ja nuk mund ta di se si është produkti në një stall apo në një fushë se si përdoren.